Si rezultati i hetimeve intensive dhe profesionale të kryera nga grupi posaçëm hetimor, i përbërë nga ekspertë të strukturave të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë dhe Komisariatit të Policisë Kurbin, në drejtimin e prokurorisë, menjëherë pas vrasjes marrëmzjarrit të shtetasit Ilir Gjini, i njohur edhe me mbiemrat Kokaj, Lika e Nure, rreth orës 22:10 të datës 9 korrik 2026, në Kurbin u bë i mundur identifikimi i autorit kryesor të dyshuar të këtij krimi. Konkretisht u identifikua dhe u shpall në kërkim shtetasi Emilian Suti, alias Artur Suti, 40 vjeç banues në Laç. Nga verifikimet ka rezultuar se 40 vjeçari ishte i dënuar më parë me 5 vjet burg për veprën penale kanosje për shkak të detyrës, si dhe ka precedent penal për armbajtje pa leje. Gjithashtu rezulton një arrestuar edhe në Belgjik për vjedhje. Për kapjen e 40 vjeçarit në ndihmë të Policisë Vendore janë angazhuar edhe shërbimet e Forcës Kombëtare të Sigurisë njësia Shkodër. Kontrollet vijojnë intensivisht ndërkaq hetimet vazhdojnë për dokumentimin e plot të rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe ndalimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë ngjarje.